Përshëndetje, në këtë video do të flasim se si të përgatisim logo me përmasa 300x300 dhe si ta vendosim këtë logo dhe profili biznesit që kemi në platformë. Tani, nëse nuk e keni një logo, mund ta krijoni nëpërmjet ChatGPT-s, fare thjesht, duke i dërguar këtë promptin që thot: dua që të bësh një logo për këtë biznes me përmasat, por ma bëj bardhë dhe zi. Dhe çfarë më sugjeron? Kjo të qenit bardhë dhe zi pa ngjyra, ose mund t'ja specifikosh edhe ngjyrat. Rasti konkret, unë e sugjeroj në këtë lloj forme, sepse keni mundësi ta bëni në vektor, dhe pastaj mund t'japësh çfarë lloj ngjyre të doni. Po në fillim bëheni bardhë dhe zi që ta keni në vektor. Që në rast se nesër do doni ta printoni diku apo ta bëni një bluzë apo një kapele, të keni mundësi ta keni logon e pastër. Dhe nëse e keni, atëherë i dërgoni këtë promptin tjetër dhe i thua: dua të dërgoj logo, do të dërgoj logon, i thua, por dua që logon ma bësh me përmasa 300x300, por pa e ndryshuar apo deformuar. Dhe në moment që do kemi logon, atëherë thjesht e vendosim në platformë. Tani, hapi i parë është jemi te biznesi, logon se kemi gati, kështu që shkojmë tek ChatGPT-ja dhe i dërgojmë promptin. Pra ishim këtu, pra deri tani ky grup që kemi është grup për këtë biznes, kështu që ai disa informacione i ka bërë. Unë tani shkoj dhe marr logon që ka ky biznes, e marr me copy, e bëj paste, marr promptin e dytë, ose po bëjmë një provë njëherë me këtë të parë. Pra dua të bësh një logo, kështu që po e heq këtë, po bëj një provë këtu. Çfarë do na bëj? Atëherë, ky është sugjerimi që na sugjeroi ChatGPT-ja. Si shikoni, këtu linjat janë të pastra dhe këtë tani mund ta bëjmë me ngjyra, me çfarë duam ne. Kështu që unë nuk po e ngacmoj më, po i dërgoj promptin në real që ne kemi, sepse ne kemi logon. Kështu që vetëm dua t'i rregulloj përmasat, sepse supozohet që bizneset e kanë një logo. Kështu që edhe unë nuk po merrem, po ja dërgoj direkt logon që t'na e bëj me përmasat që dua. Siç e shikoni, kësaj fotos, kësaj logos nuk është se i bëj ndonjë ndryshim të madh, sepse pothuajse ishte në të njëjtat përmasa, por ajo që është më e rëndësishme është që ne shikojmë që nuk e ka deformuar dhe ka ruajtur të njëjtën linjë. Dhe kjo është e rëndësishme, pra që duhet ta kontrolloni që logo të mos ta deformojë. Dhe tani që jemi okay, me të djathën e bëjmë save, shkojmë tek desktop, aty ku kemi biznesin, dhe këtu e emërtojmë logo autorë emrin e biznesit Ardeo 4. Është e rëndësishme që ta emërtojmë sakt dhe emrin e kësaj që të mos të ketë përplasje pastaj në sistem për shkak të emërtimit. Edhe bëjmë save. Shkojmë te paneli online, pra po ndjekim hapat. Në moment që e kemi logon gati, thjesht e vendosim në platformë. Dhe ja ku jemi, klikojmë këtu mbi këtë që thot your logo,
Hapet ky opsioni, klikojmë këtu, zgjedhim folderin ku e kemi ruajtur dhe ja ku është logo në fund. Selektojmë, japim open dhe ruajmë veprimin. Voilà, kjo është logoja e këtij biznesi. Rreth ne që bëm, vendosim logon, në videon tjetër do të rregullojmë këtë butonin këtu që thot keywords. Shihemi në videon tjetër.